Ndryshe nga qytetarët e tjerë, më 11 maj, banorët e Astirit dhe të Ysberishtit, të konsideruara si lagjet e reja të kryeqytetit, do të votojnë në kontejner. Kjo për shkak të mungesës së shkollave dhe të hapësirave të tjera publike, të cilat mund të shfrytëzoheshin për një qëllim të tillë. Janë 23 kontejner, të cilët janë rreshtuar mbi korshinë e biçikletave dhe ato të makinave përgjatë bulevardit Migjeni në Astir. Prej vitesh, Astiri ka pritur politikanë sa herë ka pasur zgjedhje dhe premtimet kanë qenë të njëjta: do ndërtojmë kopshte dhe shkolla. Por edhe pse këto premtime janë përsëritur prej 10 vitesh, kjo zonë e qytetit ende nuk ka një shkollë, ndonse numëron një popullsi prej rreth 70.000 banorësh. Edhe gjatë kësaj fushate zgjedhore, kryeministri Edi Rama shoqëroi në Astir kryetaren e komanduar të Bashkisë Tiranë, Anuela Ristani, në punimet që kishin nisur për sistemimin e Truallit, ku parashikohet që të ndërtohet një shkollë nëntëvjeçare. Një vendim i qeverisë shqiptare, i cili daton në vitin 2015, përcakton se për çdo 6.000 banor duhet të ketë një shkollë fillore dhe nëntëvjeçare, ndërsa për 9.000 banor duhet të ketë një shkollë të mesme. Nëse do të respektohej ky standard i përcaktuar nga qeveria shqiptare, atëherë njësia administrative numër 14, ku bën pjesë Astiri dhe Ysberishti, do të kishin 11 shkolla nëntëvjeçare dhe 7 të mesme. Mirëpo, deri më sot kemi vetëm përsëritje të premtimeve sa herë ka zgjedhje.